Kryhet për herë të parë transplanti i mëlçisë nga deri tek njeriu. Transplanti i parë i mëlçisë së një deri në një marrës njerëzor është kryer nga shkencëtarët në Kinë. Studiuesit në Universitetin e 4 Ushtarak Mjekësor në Xi'an në Kinën Veri Perëndimore përdorën një mëlçi të marrë nga një gic i cili ishte modifikuar gjenetikisht për të zvogëluar rrezikun e refuzimit. Mëlçia prodhoi me sukses biliar dhe mbajti rrjedhën e qëndrueshme të gjakut pasi u vendos në një person të vdekur klinikisht, por ende i gjallë. Shkencëtarët më pas monitoruan aftësinë e mëlçisë për të kryer funksionet thelbësore, rrjedhjen e gjakut dhe përgjigjet e saj imune dhe inflamatore në një periudhë prej 10 ditësh. Studiuesit shpresojnë se organi mund të përdoret si një trajtim i mundshëm në të ardhmen për pacientët me dështim të mëlçisë në pritje të donatorëve njerëzor. Profesor Ling Wang, botuar në revistën Nature, tha se mëlçia mbledhur nga gici modifikuar funksionoi shumë mirë në trupin e njeriut. Është një arritje e madhe. Ky operacion ishte vërtet i suksesshëm, shtoi ai. Ne ekzaminuar rrjedhën e gjakut, në enë dhe arteriet e ndryshme. Rrjedha shumë e qetë. Ka funksionuar shumë mirë, theksoi ai. Eksperimenti u ndërpre pas 10 ditësh për shkak të kërkesave të bëra nga familjarët e pacientit. Mëlçia kishte 6 nga gjenet e saj të modifikuara për të përmirësuar përputhshmërinë kur transplantoheshin tek njeriu. Gjetjet sugjerojnë se mëlçitë e modifikuara mund të mbijetojnë dhe të funksionojnë në trupin e njeriut, por nevojiten kërkime të mëtejshme mbi rezultate të afatgjata sipas studimit. Rafael Matezans, themeluesi i organizatës kombëtare të transplantit në Spanjë, tha se ky është rasti i parë në botë i transplantimit të një mëlçie deri të modifikuar gjenetikisht në një njeri të vdekur klinikisht. Transplantimi i mëlçisë është trajtimi më efektiv për sëmundjet e mëlçisë në fazën përfundimtare, por kërkesa për mëlçi dhuruese e tejkalon shumë ofertën sipas studiuesve. Derat konsiderohen si një burim alternativ i organeve për shkak të funksioneve dhe madhësisë së tyre të pajtueshme fiziologjike. Transplantimi i pason më shumë se 10 vjet kërkime mbi këtë proces të kafshët. Në vitin 2013, shkencëtarët kryen transplantin e parë të mëlçisë nga deri tek majmuni. Studimet e mëparshme në transplantet e veshkave të zemrës nga dera tek njerëzit kanë qenë gjithashtu të suksesshme, por ndërsa ato organe kanë kryesisht një funksion, multifunksionaliteti i mëlçisë ishte një pengesë e madhe për ne për ta kapërcyer, tha Wang.